E bujshme rikthehet Arbana Osmani në ekran së bashku Malketa Vesiu, ja çfarë programi pritet të prezantojnë. Pas një shkëputje 2 vjeçare nga ekrani, Arbana Osmani do të rikthehet sërish përpara publikut shqiptar. Lajmi është konfirmuar tashmë dhe moderatorja e cila u largua nga Big Brother VIP pas një debati të madh dhe përflitje kudo në rrjetet e showbizit shqiptar, duket se nuk ra dakord as me edicionin e Big Brother VIP Kosova për të rigjendur në ekran. Duket se me pas dyshja, pas një viti pushimi, kthyen edhe një biznes banas në një ndër më të suksesshëm në treg. Ajo u rikthye në ekran për kësaj here në YouTube me emisionin e saj, ku bën intervista me personazhe të ndryshme, por lajmi tashmë se ajo do të rikthehet pas 2 vitesh edhe në ekranin e televizionit ka shkaktuar jo pak habi. E jo vetëm kaq, pasi lajmi bombastik shtohet teksa do të ndajë skenën Malketa Vesiun. Ishte Arbana e cila e para e bëri ftesë Alketës në emisionin e saj në YouTube, teksa bën një intervistë tepër të sinqertë. Dyshën janë parë prej vitesh si armike, mirë po kjo nuk duket të ketë ndikuar në marrëdhënien midis tyre. Revista Klas raportoi se Arbana Osmani do të jetë e ftuara speciale në natës finale të X Factor Albania, duke bashkëmoderuar spektaklin Malketa Vesiun. Ky moment ka ngjallur kurreshje të madhe të publikut, pasi është herë e parë që 2 prej moderatorëve më të njohura të Shqipërisë ndajnë të njëjtën skenë. Kujtojmë që finali X Factor Albania do të transmetohet këtë të premte në Klan Televizion në orën 21:00 dhe do të shpall fituesin midis 3 finaliste, Rigjersit, Leandrës dhe Salvatores. Teksa duhet theksuar se shumë e kanë parë edhe si një mundësi për të shtuar klikimet, pasi ky edicion nuk ka qenë në lartësinë e edicionit të parë.